Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Supozohet që është episodi i fundit i Menderjush dhe unë jam jashtëzakonisht i trishtuar, i mërzitur. Një nga arsyet kryesore që më kanë vënë këtë, nuk e di çfarë është kjo. Pse na duheshin këto? Vini? Dukem si Alketa në një nga këta njerëz. Ta kem afër. Nuk e kam patur kur kaq afër gojës. Nëse ka nisur shumë të mërshëm ky episod, mbrapa Melisa po qanë e bëra unë për çfarë nuk e di pse. Do doja që të qante këtu që ta shistim, pasi të gjithë ju jeni propsa. Mo nuk më intereson, madje edhe nëse dikush vdes këtu, mjafton që ta bëj para kamerave. Melisa, si je zemër? E dëshpëruar. Dëshpëruar. Edhe unë i dëshpëruar jam, supozohet ishte një festo, duhet të kishim dikë që do masturbojë mbi tavolinë, Arian Çani që do puthej me Melisën. Asgjë nuk ndodhi, Noizi do vinte do na bënte një freestyle. Nuk vinë njerëzit. Nuk kam asnjë të ftuar për sot. Ka Luana iku, nuk e dim kush ma mori dikush me një kal. Është një kaos tu në Menderjush. Melisa qesh kot është e droguar. Nuk e di çfarë po ndodh. Duhet ishte festo, jam totalisht i mërzitur. Jeta ime po merr për kot, kam ngritur një pjatë me biskota para se të vija. I kam marrë me dorë dy herë. Jam i lodhur. E vetmja gjë e mirë që është pas kur kalova po vija me taksi, ishte një zotëri nga këta që ishte me një këmbë edhe po xhonglonte para një semafori. Dhe pe çfarë bënte ai Melisa, duhet ta kuptosh, me një këmbë edhe me dy paterica ai po xhonglonte. Po jepte argëtim. Ndoshta kjo do jetë puna ime radhës, pasi të pushon me këtu. Sot do humbësh një këmbë ose punën. Po pra, do jetë burimi vetëm i lekëve. Se nuk kemi të ftuar sot. A do vi dikush për i ftuar sot? Çuna? Drejtoresh, do vi dikush të vi sot të bëhet pjesë e këtij programi. Pse nuk kemi të ftuar? Pse nuk vi? Janë të zënë, disa thonë që unë ngacmoj. Unë jam treguar shumë i mirë, po ndoshta nuk duhet tregohem shumë i mirë. Sezonin tjetër jam shumë i keq. Po mendon që do tërheq më shumë të ftuar dhe do zgjidhet njëri mirë ky probleme? Po pra duhet jem. Mendon që kjo është zgjidhja? Edhe me njerëzit. Jam treguar shumë i mirë, ju nuk më meritoni kështu siç jam. Meritoni një version tjetër që do vi sezonin tjetër. Po më duket erdhi që sot. Erdhi që sot, po pra ky do jetë Denisi vërtet. Ku po do bëj flokët, do vë dhëmbët, do rris, do bëj shumë gjëra tjera. Po mësoj xhonglimin unë ndërkohë. Ndërkohë ti do mësosh xhonglimin. Kush ishte i fundit që na tha jo Spartak Ngjela? Çfarë tha Spartak Ngjela? Tani unë mendoja që do mjaftonte fakti që janë femër që të bindej që të vinte në. Po pra supozohet që ai vdes. Po pra po. Po çfarë tha? Ishte më vështirësisht. Unë fola në telefon, më tha okej, do lëm një orar, më telefono më vonë. E telefonova dhe me sa duke kishte ndruar komplet mendje dhe po mundoj të gjente çdo lloj arsye për mos ardhur dhe nuk e kuptova pse. Ankesa e parë që liçeni thati ishte shumë larg, edhe kur i propozova një taksi tha, nuk futem unë taksi. Futet në taksi? Nuk hypi unë taksi. Do të ta marrim bagazhe herën tjetër. Do ta marrim hopa. Pastaj justifikimi tjetër ishte që nuk pranonte të ishte në panel me njerëz të tjerë dhe pse në asnjë moment unë nuk ja thash që jam me njerëz të tjerë. Dhe ishte shumë i prerë duke thënë që unë nuk shkel një emision ku ka edhe njerëz të tjerë, duhet të jem unë vetëm. Çfarë thua më? Dhe kur këmbula që ishte. Ma ka thënë edhe një tjetër këtë që nuk vi me njerëz tjerë, nuk e ndaj kohën time televizive. Çfarë budallenç. Me këta ndajnë gratë dhe nuk ndajnë. Dhe arsyeja e tij finale ishte që nuk pranonte të vinte në intervistë në një emision që nuk del në televizor, por del në YouTube. Okej. Domethënë ai nuk është serioze mjaftueshëm. Domethënë ai do të ngacmoj gra vetëm televizor, jo në YouTube. Është më qejf këtu, më ngacmojmë në YouTube, mund të bëjmë çfarë dua, mund të shajmë Melisën. Jam zgjuar plot urrëtie. Jam djegur nga dielli, nuk ka vënë krem. Nuk ka mazile, Melisa që po pi kafe aty është shtrir, ujin ma mbushi vini. Po shkatrohet çdo gjë më plak, mezi po pres të mbaroj ky emision, po e urrej çdo lloj sekonde, nëse nuk do ishte për drejtoreshën që mi ka ngulur syt aty do kisha ikur. Po nga që dua të më japi dhe rrogën. Melisa ç'bën në një gjë, i ke parë këto plazhet që kanë filluar po i lirojnë të gjithë, ka komen këto gjërat, po shkatrojnë njerëzit gardhe. Çfarë po ndodh kështu? Nuk ekziston më prona private? Po i pash edhe duke si shenjë revolucionare, ishin njoftuar njerëzit që aty po mbulohen me gardhe dhe të gjithë protestuesit kontribuan që ato. Po ai plazhi i bukur, e ke parasysh atë? Nuk e dija që ekzistonte deri. Po se ti shkon në palas zemër. Ti nuk bën plazh kështu si unë. Unë për shembull loj aty në Kakome dhe ec një orë në Krorz, është një plazh fantastik aty që mund të bësh plazh nudo, mund të pish një bar, mund të bësh seks. Po se disa njerëz që duan plazhin për të relaksuar, jo domosdoshmërisht për aventurë. Ti e do për aventurë? Jo, aventura konsideroj kur viziton vende. Po, ja këto siç po them unë, shumë vend i bukur. Shkoni të gjithë. Ty të pëlqen, ti ku e bën plazhin, ti e bën palas. Unë e bëj kudo. Te ai zotëria atje.
Jo domosdoshmërisht. Po ku e, ata dyshekët e mëdhenj nga 40 euro. Dy shekët aty, e bëjtën Ato polem, pijet që kanë karrota, bostana, sipër. e bëjtën spile. Ato që han fli në 40 gradë, qoftet nga cicat. Ata që i ven mishit tym, vjen ai kamariri i bën gjërat i mishit, e ke ja plas nga surrada, është i xhuxhi i vogël aty. Për vetëm 80 euro qofte edhe qep të njoma në palas, ore. Mizeri, ju urrej të gjithëve që shkonin në këtë. Se ti ku i bën pushimet? Unë i bëj me tend, me çadër. Kam i kështu nga ato gjërat e vogla, ec, nxihem. Marr sanduiça me vete. Është shumë qef. Kur më ta bësh edhe ku ti unë të pyet e spilles, për shembull, me bukë me vete, me piknik. Ose në çfarë ka ajo në Fier që përdhunuan atë çiftin? Darzez, të tjerë. Jo në Darzez, jo. Në Sema. Seman. Në Sema, a e di që në Sema dikur u përdhunua një çift? E po ndoshta prandaj njerëzit ikin palas, nuk duan të Por ja përdonohen. dëgjojmë, po themi u përdhunua një çift, nuk u bëri fare përshtypje dhe burrin. Ajo vazhdon atë, prandaj njerëzit ikin palas. Po, në palas të përdhunojnë 5 veta zakonisht, pasi të kanë bërë drun kokain, po nuk del asnjëherë se zakonisht janë çuna deputetësh edhe kështu gjëra. Ju përshëndesim. Vazhdoni. Vazhdoni, mjafton të na lironi ka komen edhe këto gjërat. Po mbaj qëndrim apo mbaj qëndrim mjaftueshëm se nga që ishte dikush qëndrim më kishin shkruar që qëndrimi im ndaj këtij revolucionit nuk është shumë i qartë. Nuk e di sa i qartë duhet jetë, domethënë unë jam në një media që ka folur gjithkohës, besoj, bashkë me shefen time të dashur, që ka qenë një nga zërat e parë, po me sa duhet të bëj kështu, duhet të jem i veshur si një flamingo. Një nga komentet më interesante, e pe që ishte dikush i pëlqente zëri jot Melisa? Pash. E kishte thënë që do ta përdorte për të masturbuar. Po edhe unë prandaj po flas edhe sot. E shikoj pra, i quaj një narciste poshtër ti. Të gjithë duan të bëhen të famshëm. Ka qenë një botë në fakt, kështu që thoshin dikur, kur ishin të gjithë të famshëm, që do vi një botë që të gjithë do duan të bëhen të famshëm. A do vi njëri të bëjë një intervistë? E kush pastrusja? A mund ta sjellë në 5 minuta? Sinqerisht, mund të vi dikush olla. Edhe emisioni sportit ka të ftuar më special që unë. Ja, di isha para 2 ditësh të emisioni sportit me Florin atje. Si shkoj? Ua, në mënyrë fantastike. U kënaqa në fakt. Gjova që s'folet asgjë për sportin. Se mbaj mend se isha shumë i dehur. Dehur nga I dehur nga epshi për ty, por të tradhova se gjuajta Kesianën. Po pra këtë do thoja. Po kështu do jetë historia që do të themi fëmijëve unë dhe Kesianën. How I Met Your Mother. Ja, në fillim u njohëm atje, nëse shpresoj të ketë flokët e asaj dhe sytë e mi. Gjithë dashuritë, nuk do jetë vetëm Bernardi me Blertën çift. Do doja në të ftua, mund të lutemi zotave për shembull të na silli Dalina Buzin të paktën se vetëm ajo mund ta shpëtoj këtë media. Lutemi herë.